Megjithatë Ubejdullah ibn Ziyadin i pa të shtrëngu rrugët e Kufës, e pa të bloku Kufën. Hosein ibn Aliu që ditë asni udhëtar në shketin nuk e takonte. Kur i takonte barit i pyet të thoshtin, është diçka e çuditshëm prej Kufës, kaq ditë nuk ka dal askush, po është më interesant se askush nuk po hinta. Atëherë çka boni Ubejdullah ibn Ziyad, me i dhonë mësim banorëve të Kufës, e mor Muslim ibn Aqilin dhe Hani ibn Urwan, i mbyti pranë popullatës në treg i varri dhe i tha çdo ken e gjen nëse tenton që Ubejdullah ibn Ziyadin të dale kundra ti, të mbyt Ubejdullah ibn Ziyadin apo të del kundra Jezid. Hosein ibn Ali me 8 Dhulhijje të viti 60 pa dal prej Mekkës, e lajmi Hosein ibn Ali para se me hi në Kufa, kur u ballafaqu me Har ibn Jezid dhe ushtrin e tij, e lajmi se Ubejdullah ibn Ziyadin e ka mbit Muslim ibn Aqilin dhe Hani ibn Urwa. Atëherë Hosein ibn Ali kërkoi pej Har ibn Jezidit që të kthehet prap, ai nuk pranoi. Që të shkon në Medinë nuk pranoi. Po Har ibn Jezid që më vonë u bë ushtar i Hoseinit. Har ibn Jezid fillimisht ishte komandant i Ubejdullah ibn Ziyadit dhe i tha shko ka dush jo për Medinë. E atër u taku gjithashtu erdhe ushtria e Omer ibn Sa'd ibn Waqqas, ushtria e Omerit gjallit Sa'd ibn Waqqas. Kjo ushtria mbyti dhe Hosein ibn Ali radiallahu ta'ala an. Dhe atër Hoseini kërkoi 3 kërkesa, njënën prej 3 kërkesë. Ose ta shlojnë të lirë të kthehet prej Kasaart, se ka kuptu se banorët e Kufës kanë tradhtu, ose të shkon në vetë në Sham që jep besatimin Jezidit, ose ta drejtojnë në një pikë në xhihad dhe të bëhet ushtar i komandantëve që janë çlirimin e vende që s'kan hindinin Allah. Dhe Omer i gjali Sa'd ibn Waqqas ja dërgoi një letër Ubejdullah ibn Ziyadi dhe tha çështja o zgjidh alhamdulillah, njënën prej 3. Dhe ishte Ubejdullah ibn Ziyadi të pranon, në mesin e atij ishte Shemr ibn Dhu Gjushën. Tha po pranon dhe për nënçmon vetën tonë, jo, le të dorëzohet ti e njëherë, pastaj ti çka don vepron me ta. Kur jarki lajm Hoseinit, tha jo vallah, nuk ja dorëzoj vetën time. Ubejdullah ibn Ziyad është e mequr dhe logjiksh. Hoseini ta dorëzon vetë Ubejdullah ibn Ziyadin, qajt manipulon dhe të luan me mu në tregët e Kufës. Asesi vallah s'pranoj Hosein ibn Aliu, ngoli kom dhe Ubejdullah ibn Ziyadin, derisa e mbytën Hoseinin bashk me familjen e tij, me 72 vete, 18 vet prej familjes së pejgamberit Allahut, në 11 Muharram, dita e Xumës të vitit 61, mbytet Hosein ibn Ali, pasi banë rezistencë dhe i mbyt prej ushtrisë Omer ibn Sa'd ibn Waqqasit, 88 vet, 72 mbytet prej anës Hosein ibn Aliut, 18 vet prej familjes së pejgamberit Allah, prej gjendve Ali ibn Abi Talib, Ashmit Hoseini, Gjaferi, e Abbasit, Ebu Bekri, Muhamedi dhe Uthman, prej gjendve të Hosein, Ashmit gjali madh, Ali, gjali vogël është smu, Zejnul Abidin, dhe i ka med vetëm ai gjallë, dhe Ashmit Abdullah,
prej gjallëve të Hasanit vëllezërit vet, Ashmit Abdullah, Kasimi, Ebu Bekr, prej gjemve të miqës vet, Akilit, Gjaferit, Abdullah, Abdurrahmani, Muslim ibn Akili, Abdullah ibn Muslimi, prej gjemve Abdullah ibn Gjaferit, Auni dhe Muhammedi kaj, prej familjes e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra e vërtet ndodh që Husejni mbytet në Kerbula me 10 Muharram të vitit 61, ja bartin kokën dhe ja çojnë pallatin e Ubejdullah ibn Ziyadit, e merr ai shtak, e prekte goja Husejn ibn Aliut, në prezent kanë qenë Ebu Berzet al-Eslemi dhe Enes ibn Malik, dhe kur e preku me shtak, i thash dhe thonte sa i bukur ka qenë, tha vallai ka me ta prish, thash me vete, tha ku pe prek qatit, e puthte pejgamberi Allahut dhe e donte Husejnin, tha atere e tërhoqi shtakën e ti, e nuk është e vërtet që koka e ti është dërgu të Jezidit, e nuk e priti mirë këtë lajmë Jezidit, ja nisi me qaj dhe tha vallaj, kishte akon venin e Ubejdullah, ja kishte fal Husejnit, ambytet nipi pejgamberit Allah. Nuk është e vërtet se Jezidi ka qenë i knaqër, dhe nuk është i vërtet se koka i është dorëzu Jezidit. Kjo është argumenti Ibn Tejmijës, në veçanti kur i përmena emnet e sahabive kanë qenë në Irak dhe nuk kanë qenë në atë kohë në Damask. E ku është dvoros Hosejn ibn Ali? Hosejn ibn Ali ma e vërtet është dvoros në Medine, gjithë me varin e nanës e ti, bijës e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Fatimes. Nuk ka që vërtet këta varë që pretendojnë se njoni është Kerbula, që pretendojnë shijat, qerti thot në Skalan, që pretendojnë gjithashtu e kanë maru me një andër, gjithashtu shijat që ndrojnë, disa thojnë Kairo, e tjerë të thojnë në Rikka, në Siri, dhe kështu me radhë. Po e vërteta është se Husejni është dvoros në Medinë. Argument se në Medine do të shohmi në dersin arshëm që do t'i përfundojmë gjithashtu me di derse këto ndodhit që kanë ndodhur kohën e Jezidit dhe khilafetin e Abdullah ibn Zubairit.